Mirë po, nëse studiojmë më hollësisht, ose nëse i shohim fjalët e Sheikhul Islam Ibn Taymiyes, rahimahullah, ka thonë, dhe kjo është që thonë shumë prej dietarëve, do të këta 72 grupe, duhet të jenë 72 grupet që janë të devijuar, që janë, do të thënë që nuk janë të shpëtuarit, duhet të jenë prej muslimanëve, sepse ata që kanë dalë prej islamit nuk llogariten në mesin e këtyre 72 grupeve. Dhe ka thonë Imam Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, ka thonë baza e këtyre 72 grupeve janë 4 devijime. Edhe i ka përmendur me sqarim, është bidati ose devijimi i xhavarixhve, devijimi i qaderive, devijimi i shijave ose rafidive, i shijave, do të thënë devijimi i shijave dhe devijimi i murxhieve. Do të thënë prej këtyre 4 devijimeve degëzohen 72 devijime. Prandaj ka thënë Ibn Taymija, do të thënë i bie se cila bazë e devijimeve ka nga 18 degë, që të bëhen 72. Disa prej dietarëve kanë thënë se janë 5 grupe, ose 5 devijime, 5 baza devijimeve, dhe duke ashtuar këtyre 4-ve edhe devijimin e xehmive. Mirë po, xehmit i kanë llogaritur mosbesimtar. Dhe për këtë shkak nuk i ka futur Abdullah ibn Mubarak, ka thënë, dhe sa i përket fjalës së xehmive, ato janë fjalë që as nuk duam t'i përmendim. Domethënë ato janë krejtësisht jashtë islamit. Dhe të njëjtën thot Ibn Taymija, shiizmi, që ka qenë në atë kohë, ku është përmendur këtu se është një prej bazave të devijimeve, është bidati i atyre që i kanë dhënë përparësi Aliut radhiyallahu anhu përpara Othmanit. Domethënë në renditjen e vlerës. Ata që kanë thënë Abu Bekri, Omeri, Aliu, pastaj Othmani, radhiyallahu anhum, domethënë këta janë shijat e devijuar, që janë brenda islamit, që nuk kanë dalë nga islami. Për atë kohë, dikush pastaj kur është thelluar ky devijim, ka thënë se Aliu radhiyallahu anhu është më i vlefshëm se Abu Bekri. Dhe kanë thënë dietarët ai që thotë se Aliu është më i vlefshëm se Abu Bekri është kafir. Tani, kurse më vonë, ata që e quajnë veten shia, thot Ibn Taymija, ata nuk e kanë më emrin e shiizmit si bidat, po emri i tyre është rafidi, dhe ata janë jashtë islamit. Nuk hynë të këta 72 grupe. Dhe 72 grupet janë këto që kanë ndonjë devijim, ndonjë çështje, që kanë kundërshtuar rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po që kundërshtimi i tyre nuk ka arritur në gradën e kufrit. Dhe që do thot se këta të cilët e kanë kundërshtuar rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hynë në xhehenem, dhe pastaj pas dënimit për ato bidate dhe mëkate që i kanë pasur, atëherë dalin prej xhehenemit, kurse grupi vetëm i shpëtuar që nuk dënohet për rrugën e tij janë ata që ndjekin Kur'anin dhe Sunetin dhe sipas kuptimit të sahabeve. Pra, kjo është rruga që i bashkon muslimanët dhe i fuqizon dhe e rregullon çështjen e tyre edhe në çështjet e fesë, edhe në çështjet e dunjas,